Dhe më je pak në mënyrë të përmbledhur 2-3 raportimet e para të Dumanit. Më je pak njëshin çfarë tha Dumani për Edi Ramën. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm prova. Çfarë tha Dumani për Ballukun, Belinda Balluku, dyshi? Në media është raportuar një presion i mundshëm nga nivelet të larta të ekzekutivit apo nga eksponent të krimit të organizuar ndaj prokurorit të posaçëm, Dritan Prençi, në lidhje me një çështje që përfshin zëvendësës kryeministrin Belinda Balluku. Çështjen e hetim nuk kam për të dhënë asnjë koment. Prokurori Prençi dhe të gjithë prokurorët e posaçëm kanë patur dhe kanë gjithë mbështetjen dhe përkrahjen time si drejtuesi i prokurorisë posaçme. Jam në komunikim të përhershëm me prokurorin, të deri në këtë çast nuk më ka paraqitur ndonjë shqetësim lidhur me kërcënime të mundshme ndaj tij për shkak të funksionit të tij. Zoti Prençi ka gjithë mbështetjen dhe solidaritetin tim në hetimin e çdo çështje që ka në ndjekje. Çfarë tha Dumani për çështjen me Gonigal, Shtetet Bashkuara të Amerikës, por për hetimin në Shqipëri? 4. Lidhur me çështjen me Gonigal, ajo çështje është një çështje në hetim paraprak dhe unë nuk mund të jap asnjë informacion apo asnjë të dhënë lidhur me të. Çfarë tha për çështjen e Erion Veliet, i cili ndodhet sot në izolim, por a do të përfshihet ai në çështjen e inceneratorëve? 3. Lidhur me çështjen e inceneratorëve, Toni Elbasianit, Fierit dhe Tiranës. Prokuroria e posaçme ka hetuar në kuadër të këtyre 3 procedimeve penale 71 persona. Pyetjen që nuk e ka marrë ende si panderur zotin Veliaj, dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Dhe çfarë tha Dumani për një bashkëpunim të mundshëm me Ahmetajn? Kur të mbaroj të lutem, ma kap çik frame Dumanin. Deklarimet publike të tij vlerësohen rast pas rasti, për ne sot ai është një person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të korrupsionit pasiv, pastimit produkteve të veprës penale dhe vepra të tjera penale e lidhur me inceneratorët. Patjetër, në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurorinë e posaçme, është mëse i mirëpritur. Pas ka dalë dhe tabaku sa Dumani, e shoh që ka një spil me D. Çfarë duhet jetë? Drejtësi. Drejtësi. Mos e ka Dumani? Se di, më? Se zgjidhim do të. Pas ka vendosur spil se herët e tjera nuk besoj. O Blendi, ka një kështu për punën e Ahmetaj, se zoti Dumani thotë që është i mirëpritur të vi të japi, të bëhet bashkëpunëtor. Problemi është se në raport Dumani, jo vetëm me zotin Ahmetaj, por me gjithë këta bashkëpunëtorët e tjerë të dështuar drejtësisë, që nuk arritur t'i bëjë dot bashkëpunëtor, problemi është që ata duhet ta konsiderojnë veten të fajshëm mirë, pastaj të bashkëpunojnë. Po, që nuk është. Po, që vetëm ai pa fajshëm sallë gjyqit, nuk ka se si të bëjë bashkëpunëtor. Jemi në situatë kur vjen mbas një viti për të raportuar, është viti i fundit i mandatit në kryet SPAK-ut të Dumanit. SPAK-u përbën rreth 0.3% të çështjeve të drejtësisë shqiptare, 99.7% çështjeve të drejtësisë i takojnë gjykatave të shkallave të para dhe të gjitha shkallave të... Po, janë të gjitha bashkë, shkalla para, apeli, gjykata administrative, gjykata lartë, por ndërkohë, duket që SPAK-u ka marrë një mbështetje publike më të lartë, zatjerat dhe reforma në drejtësinë, përgjithsisht reduktuar tek imazhi i SPAK-ut, duke lënë minjan katastrofën e plot që ka ndodhur me gjykatat e niveleve të tjera. Dumani ka raportimin e fundit, sepse në dhjetor ai duhet zëvendësohet, ne nuk kemi folur për zëvendësimin sepse ende nuk janë të qartësuara se çfarë mund ndodhi në zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut. Neritan, shumë i strikt në raportim. Në fakt unë habita që pothuajse të gjitha pyetjet ishin pyetje në lidhje me hetime. SPAK-u, ne flasim për SPAK-un, po SPAK-u si institucion ka njësër problemesh që kanë të bëjnë me mënyrën se është organizuar, me kompetencat e prokurorëve dhe si vepron. Dhe një kuvend me këtë duhet merret. Duhet merret me anë institucionale të një institucioni, më tepër se sa thjesht të pyesi për çështje të caktuara. Që dihet që ai që nuk jep koment. Sot aty është humbur një mundësi si legislativ për të parë kjo reforma në drejtësi të paktën sa i përket SPAK-ut. Si ka ecur? Çfarë vështirësish ka? Çfarë problemesh ka? Probleme strukturore, probleme të drejtave.
Një nga problemet kryesore që nuk diskutohet, por që është një problem i jashtëzakonshëm i prokurorisë është fakti që reforma e drejtësisë kaloi nga ekstremi në ekstrem. Nga momenti kur prokurori ishte praktikisht shefi të gjithë prokurorëve, ndërhynte deri në çështje, deri tani ku çdo prokuror është bërë shefi vetvetes as kujt tjetri. Dhe kjo ka fragmentuar hetimet, ka krijuar probleme të caktuara, mbi të gjitha ka krijuar standarde dyfishta. Dhe ky është një problem që është ndeshur, dhe është një problem që duhet zgjidhur nga pikpamja legjislative. Ky problem nuk doli askund. Jo, su morën fare me pjesën administrative, sepse strategjia e opozitës ishte të përmend çështjet dhe të quaj Dumanin përgjegjës, do të thënë palë me Ramën që nuk e don Ramën. Kurse sot, kuvendi duhet të marrë pikërisht me këto probleme thella që ka dhe vetë Spaku, edhe struktura e Spakut ka probleme, edhe mënyra si vepron Spaku ka probleme. Për shembull, një gjë që ishte dukshme, çështjen e hetim paraprak, në hetim paraprak, në hetim paraprak. Po këto çështje kanë 3 vjet janë hapur. Si mund të jetë një çështje në hetim paraprak 3 vjet? Hetimi paraprak do thotë unë shikoj disa të dhëna që kanë dhënë dhe shikoj, janë të arsyeshme. Ja vlen të fillosh hetim apo s'ja vlen? Nuk ja vlen vërtetosh asgjë fare, vetëm të kesh me intuitën e një prokuror. Aeroporti Vlorës është çështje ditëve të fundit edhe të tjera. Pra, me Gonigali nuk mund të jetë hetim paraprak, apo çështje tjetër. Pra, ti kupton, atëherë kuvendi do thotë, pse janë pyetja do të ishte, pse keni kaq shumë çështje në hetim paraprak? Ju mungojnë burimet? Jo, pyetjet që dhën përpara. Po pra, nëse ne flasim që sot do të kishim... Megjithatë raportimin ata e dinin se e kishin nga komisionet parlamentare, gjithçka do raportohej sot, kështu që kjo nuk është justifikim. Raportimin e dinin. Komente i fundit është kjo gjë. Po, ja më mbaroj këtë se kam një pyetje tjetër. Me Spaku ka ndodhur kjo gjë që u pa dhe sot në kuvend. Ne kemi vënë Spaku në qendër dhe kërkojmë Spaku të zgjidhë çdo problem politik, çdo problem drejtësie dhe problemet e politikës të zgjidhë Spaku. Pra edhe qeverinë të arrzoj Spaku, edhe Edi Ramën të arrzoj Spaku, edhe luftën kundër korrupsionit ta bëj Spaku, edhe demokracinë ta sjellë Spaku, edhe gjitha Spaku. Dhe është një gjendje krejtësisht absurde, se Spaku nuk është as drejtësia. Drejtësia në fakt janë gjykatat. Spaku është një element i drejtësisë. Kupton? Pavarësisht se ka një funksion të veçantë. Spaku është organi i akuzës. Prandaj po them, drejtësinë është një palë ose fajsinë e vendos gjykata. Prandaj po them që sot unë do doja që në kuvend të kishte një komplet diskutim tjetër. Vetëm një gjë. Për të marrë me këto probleme të vërteta. Tema sot më interesante, dhe këtë duhet hapja pak, në kuvend ishte reagimi ndaj zonjës Balluku. Ka një lajm që qarkullon, ne nuk kemi asnjë dhënë përse bëhet fjalë për çfarë lloj hetimi, për cilën nga çështjet, sepse janë një sër çështjesh për të, dhe gjithë vëmendja e mediave në gjithë fundjavën ka qenë te kjo çështje. Me sa duket Dumani e ka shmangur duke pritur që ta bëj publike në momentin që zonja Balluku do të paraqitet. Që është dhe ligjërisht Krijon korrekt. e komplikon një hetim ndaj Ballukut situatën politike? Unë mendoj që jo. Ti mendon që jo? Nëse flasim për këtë çështje, shiko, një mënyrë për ta Ne gjykuar nuk e dim cila çështje është, nuk dim as. Po çfarë do qoftë? Ka një gjë që duhet kemi parasysh. Kur flasim për çështje të cilat do të shikojmë strukturën e pushtetit. Largimi apo jo zonjës Balluku, hetimi apo jo zonjës Balluku, po e marr pafajshme, nuk ka rëndësi. Po supozojmë se ajo do hetohet, nuk e prish fare strukturën e pushtetit. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe po e them prapë. Gjithë pushtetet në Shqipëri burojnë nga zoti Rama. Gjithë tjerët janë përkohshëm. Një zëvendëskryeministër sot, një zëvendëskryeministër nesër, do jetë një tjetër, por gjithë pushteti buron nga zoti Rama dhe për aq kohë sa nuk preket pozita e zotit Rama, nuk preket pozita e strukturës pushtetit. Pra në Partinë Socialiste nuk ka numër 2, në qeveri nuk ka numër 2. Ka njerëz me etiket numër 2, ka njerëz që gjykojnë për nga afërsia mund të jenë të afërt, por nga pikpamja me numrin fanel thua ti, po që nuk luajnë. De facto, gjithë pushteti përveç zotit Rama, pushteti gjithë të tjerë buron nga afërsia me zotin Rama. Megjithatë fakti që Spaku ka kputur një nga njerëzit më të rëndësishëm PS-s ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës. Shkonte zëvendëskryeministria, ka kputur një zëvendëskryeministër tjetër paraardhës. Nuk është kaq e thjeshtë. Është gjë e jashtëzakonshme. Po nuk përkthehet kapital politik për opozitën thuaj. Sepse struktura politike është komplet gjë tjetër, pra demokracia nuk funksionon thjesht vetëm me drejtësinë penale. Pra, a do japi dorëheqjen zoti Rama në qoftë se zonja Balluku do merrte pandehur? A do japi zoti Rama në qoftë se ministrat të tjerë do? Jo, a mund t'ia kërkojmë vetë Ballukut se Rama? E para, e dyta është. Po ti thua se do që të zëvendësohen. A do të çojnë njerëzit protestojnë ta rrezojnë qeverinë mbasi të marrin vetë disa skandale të qeverisë? Se këto janë elementet që funksionojnë për të rrëzuar një pushtet. Po s'funksionon këto element, nuk mund ta bëj Spaku. Pra opozita ka të fuqi që të sjellë njerëz në rrugë, ka të fuqi që të manovrojë. S'mund të kërkosh pikërisht. Pra edhe një herë, që të gjykojmë çdo lloj ndodhie do të shikojmë preket apo jo struktura e pushtetit.